Dashur miq, faleminderit, jemi sërish me podcastin e Qendresës këtu në hapësirat e Qendresës qytetare. Ne shpeshherë kemi diskutuar me miq tan për çështje të ndryshme, zhvillime të vendit apo aspekte specifike të saj dhe sigurisht që ne jemi shumë të lumtur që në këtë komunikim të radhës kemi Roden Hoxhën, një nga miqtë e Qendresës, një njohje vjetër e jona që shpeshherë kështu në mënyrë informale po edhe formale mundohemi të bëjmë kontribute për vendin, po gjëra duken se ecin ngadalë. Përpiqemi. Roden Hoxha është drejtuesi ACJ-s. Qendra, unë ndava mendjen për ta thënë shqip. Qendra për gazetaritë cilësore, se gjithmonë kam dështuar. U detyruam bëm një emër kilometrik se nuk po gjenim dot emra që të ishin të lirë te regjistri i gjykatës për regjistrim. Është kjo si çështje e emrave dikur në periudhën e komunizmit që po mos e kishe pjesë të emrave të lejuara agrona diçka aty dhe aq. Ishte e pamundur që t'ja dilje. Roden, ne do ndërtojmë një bisedë së bashku që lidhet kryesisht me le të themi një lloj konteksti të vendit ton. Unë e kam titulluar këtë bisedë integrimi si slogan edhe kriza si realitet. Duket që kjo është filloi që kështu në rresht parë negative, pam. Shoqëri civile. E ke vënë re që shoqëria civile ndonjëherë mbytet më shumë me kështu panoramë të zezë se sa kurse bën askush tjetër duhet ta bëjmë ne. Nuk është se jemi kritik për të qenë kritik, po jemi kritik për të treguar realitetin e tonë asaj, sepse të gjithë shohin fush me lule, shohin lajmet, turizmi, arritjet njëra tjetra dhe askush nuk kthen kokën majtas për të parë çfarë po ndodh në realitet, dhe prandaj ndonjëherë kur na vën atë damkën që ju i bëni gjithçka ster. Jo dini vetëm ta ankoheni. E bëjmë gjithçka ster, bëjmë gjithçka vetëm për t'u ankuar, për të dukur si u ankor, ky është realiteti. Se nuk të pëlqen, i bie pastaj të mbyllësh syt, të mbyllësh veshët, të mbyllësh gojën edhe të ecësh përpara. Ka pasur shumë raste kur të paktën ne na kanë thënë, po mbas edhe ju që okay, kjo është e vërtet, ka realiteti ka 10 të zeza, po është edhe një e mirë. Pse nuk merreni me atë? Pse nuk e përmendni që është? Jemi marrë me të mirë, nuk është se jemi marrë vetëm me të zezat, por tani ja lëm të paktën po flasim media. Jam lënë media tradicionale atë pjesën e të marrës me të mirë. Sepse merren mëngjes drejt darkë. Nëse hap lajmet kryesore të orës 7:30 pasdite, ke vetëm arritje, ke vetëm suksese, ke vetëm integrimi, ke objektivat që kapen në mënyrë të shpejtë, një pas njëshme, së shpejti këtu, së shpejti aty, kemi arritur këtë, kemi arritur atë. Kur vi punon nuk shef asnjë lloj kritike, dhe vjen një moment që ti pyet veten, ore media e ka dhe rolin e kritikës dhe të informimit të publikut, apo e ka vetëm për të nxjerrë propagandë pozitive dhe pastaj për çfarë je media? Do me thënë këshilla jote për lajmet e orës 7, çfarë duhet bëjnë qytetarët? Lajmet e çdo lloj ore, sepse sot kemi më shumë media me lajme 24 orëshe se mos them shumë vende europiane, pavarësisht se jemi një vend sa një lagje e Francës, le të themi. Të jenë realist, mos mbulojnë vetëm arritjet, mos mbulojnë vetëm anën pozitive, po të shkojnë edhe përtej, sepse thonë, jo, ka edhe anë negative. Vetëm anë negative që mbulohet nga media shqiptare është korrupsioni, është kronika e zezë, është drejtësia, është vrasja, është plagosja, aksidentet. Dhe këtu mbaron komplet qarku i mbulimit mediatik të... Çfarë duhet bëjnë më shumë? Ta zgjerojnë atë skopin e mbulimit. Tash unë nuk e mbaj mend herën e fundit që në lajmet kryesore të ditës të ketë pasur diçka për sa i përket kulturës, për sa i përket filmit, për sa i përket akademisë, apo diçka edhe përtej asaj sterrës së përditshme apo arritjeve të qeverisë. Këtë do publiku të dëgjojë apo këtë i jep media? E ka edukuar media publikun që të kërkojë këtë gjë, sepse është më sensacionale, bën më shumë zhurmë, është ajo zhurma e përditshme që media, duke qenë se e ka parë që kur është futur media sociale, domethënë që ka share-et, like-et, audiencën, arritjen më të madhe, kur e shef që zhurma gjeneron tërheqje, domethënë gjeneron audiencë, ka bërë edhe një rrëshqitje, domethënë drejt asaj zhurme në mënyrë të vazhdueshme, kur roli i medias është edhe edukues, që edhe ti duhet ta edukosh publikun se çfarë duhet të ndjeki, nuk është se duhet të shkosh nga mbrapa publikut çfarë do të gjetë gjithkohës. Ka dy role media. Mos ta nxjerr nga tregu kjo? Le të nxjerrim. Domethënë vjen një moment që un kam plot miq që nuk i shohin me lajmet sepse e dinë se çfarë do ketë në lajme. Nuk është se është një treg shumë i ngushtë media, është goxha i gjerë, thjesht e kemi instruktuar veten që të shohim vetëm atë skop të ngushtë edhe nuk shohim përtej ti. Pse prej frikës sepse nuk do kapim ato
KPI-t e audiencës që ka vendosur producenti apo drejtori atë ditë. Është e tmerrshme, po ky është realiteti. Roden, ti je pjesë tashmë e botës së medias, edhe për të bërë pjesë e botës së medias, se për thua kësaj tregut që thash unë pak më parë, ka disa forma. Një është ty është televizion dhe të mbash me reklama ose me leja ndërtimi, siç shumica janë ndërtues në këtë vend, që zotërojnë media. Nga ana tjetër është të financohesh ose të kesh një organizat që bën punë mediatike. Edhe pyetja ime është për ty, sepse ti qasesh gazetarisë nga perspektiva e shoqërisë civile. Edhe ka qenë zgjedhje apo zgjidhje? Ti je pjesë e kësaj. Ka qenë zgjedhje, por nuk është zgjidhje, fatkeqësisht. Problemi më i madh ekziston në Shqipëri të paktën, pa shkuar përtej. Modeli medias në Shqipëri nuk është efikas. As nga ana financiare, as nga ana e produktit, as nga ana e burimeve njerëzore. Çfarë do të thënë efikas? S'mban veten? Nuk e mban. Nuk është self-sustainable. Nuk ka vazhdueshmëri financiare nëse është vetëm media. Po ti shikosh të gjithë mediat shqiptare kryesore janë bishti i një biznesi më të madh të pronarit apo administratorit të medias. Nuk ka asnjë media që sot të shkëputsi çdo lloj marrëdhënie financiare me kompaninë mëm, le ta quajmë, dhe të mbaj vetëm për më shumë se 1 vit apo 2 vjet. Fare. Do të thënë tregu i reklamave në Shqipëri është goxha i limituar, është i fokusuar vetëm te 2-3 mediat kombëtare kryesore dhe të gjithë tjerët pastaj mbahen me 3-4 thërrime dhe me çfarë vjen nga kompania mëm. Dhe ky është realiteti dhe problemi qëndron këtu që imagjino pastaj një media kritike, media NGO siç jemi ne apo janë dhe 3-4 tjerë siç është Citizen, siç është Faktoja apo Birni apo edhe Shtegu dhe edhe media tjera lokale, se si mund të mbijetojnë. Është thuajse e pamundre. Vetëm mënyrë mbijetese është përmes granteve ndërkombëtare, sepse grante lokale janë thuajse inekzistente, edhe ato kur janë, domethënë janë të një sasie të tillë që ti nuk mbyll dot muajin, dhe nuk është sustainable afatgjatë. Është jashtëzakonisht shumë e vështirë. Dhe kjo përfshin pastaj si për cilësinë e produktit, po ashtu edhe për sasinë, po ashtu edhe për jetëgjatësinë e këtij produkti. Ne e kemi gjetur zgjidhjen, le të themi si media, si atë që është, sepse një pjesë e produkteve tona janë mediatike. Një shtyllë themelore e qendrës tonë është edhe rritja e kapaciteteve të gazetarëve të rinj, studentëve të gazetarisë, trajnimi i tyre, domethënë në teknikat më avangard, le të themi për prodhimin e lajmeve të tjerë. Prap vetëm si media është jashtëzakonisht shumë e vështirë. Vjen një moment domethënë që çdo 6 muaj duhet mendosh se çfarë do bësh 6 muajt e radhës. Është një burnout, një ezaurim total në mënyrë të vazhdueshme, duke marrë parasysh edhe që do hahesh për audiencë me media shumë herë më të mëdha, ke një nish prodhimi jashtëzakonisht shumë të ngushtë, kritikues që të tjerët nuk e bëjnë dhe në fund të ditës e pyet veten, ore ja vlen apo s'ja vlen. Por duke parë që stafi punon. Si e përgjigjur vetes? Për sa kohë jam këtu për 8 vitesh ja vlen. Flasim pas 6 muajsh. Është e vështirë, është diçka e veçantë, është diçka e bukur për vetë faktin sepse nuk i përgjigjesh askujt. Do të thënë vijnë, s'po them kërcënime, po vijnë le të themi telefonata nga miq që na duan të mirën. Vijnë pastaj një 2-3 raste kemi pasur edhe domethënë pyetje të ngritura në formë kërcënimi apo tjetër, por në fund ditës nuk i përgjigjem askujt. Për sa kohë janë fonde ndërkombëtare, për sa kohë garantohet lajmi që nxjerrim që qëndron, i bëhet edhe një check total profesionalizëm. Nuk e vras mendjen. Është interesante, shiko, në përgjithësisht njerëzit kur perceptojnë një individ që bën kontribut në media, zakonisht audienca e ka lidhjen me të parin me gazetarin ose me speakerin ose me prezantuesin, me gazetarin, me figurën e gazetarit. Me skenën. Megjithatë, ti e përmend edhe pak, ju keni arritur që në gjithë këto vite të prodhoni produkt mediatik të jashtëzakonshëm në kuptimin e përmbajtjes, po edhe në edukimin e brezave të rinj të gazetarëve. Megjithatë, ti vetë ke pasur një rol kështu prapas skene. Nuk kam dalë ndonjëherë në publik. Nuk pëlqen të dalë në publik për vetë faktin se me profesion jam gazetar. Nuk jam jashtëzakonisht shumë eloquent në momentet që është e nevojshme të jesh eloquent. Jam disi i drejt për drejt, diçka që shpesh herë në media nuk është se është e parapëlqyeshme.
Dhe Kohët e fundit dhe është bërë e pëlqyeshme. Është bërë e pëlqyeshme, po ajo, do të thënë drejt për drejt që i përshtatet le të themi linjës editoriale. Unë atë që kam për të thënë e them troç. Më pëlqen të administroj. Do të thënë jam jurist me background. Dhe pjesa e administrimit, e logjistikës, suportin ndaj gazetarëve, studentëve të gazetarisë, një tjetër është pjesa që më pëlqen më shumë. Nuk dua të bëhem le të themi protagonist i lajmit apo protagonist në nxjerrjen e lajmit. Nuk më takon mua. Kam gazetarë shumë të mirë që mund ta bëjnë atë dhe bëhet shumë qefi kur del një lajm dhe ata përmenden, sepse s'është puna ime. Unë jam suport 30% tek puna që ata bëjnë. Kjo është realisht ashtu siç ti e përshkruan në fakt, edhe në një farë mënyrë ju ja keni dalë si ekip që ta bëni mirë këtë pjesën e menaxhimit, megjithatë në botën e gazetarisë shpesh dëshmohet që ata që janë të talentuar jo domosdoshmërisht ndonjëherë vinë nga si thua backgroundi dhe formimi i gazetarisë. Mirë po, tek ju e merrni suportoni një gazetar që mund të jetë një gazetar profesionist, po ndërkohë edhe gazetarë të cilët se menjëherë sa mbarojnë shkollën, ata mundohet të marrin gjithë atë përvojën e mirë që ju ja të çoni. Unë do të interesohesh atë kjo e brezit të ri. Ka ndonjë qëndrim tuaj ose një gjë që ti e di tashmë se çfarë duhet bërë ose nga se vuajnë këta gazetarë të rinj dhe cili ka qenë impakti mbas. Problemet e brezit. Nëse vuajnë, nëse e mora kështu. Jo, do të thënë vuajnë. Nuk është problemi i studentëve të gazetarisë apo gazetarëve të rinj, se sa është problem i panoramës së medias në përgjithësi. Ne vazhdojmë akoma me kurrikula të cilat i formëzojnë ata për të qenë gazetarë jashtëzakonisht shumë të mirë, por që nuk i përshtaten tregut fatkeqësisht. Tregu është influencuar jashtëzakonisht shumë nga media sociale dhe çdo gjë që bëhet sot në media bëhet për të arritur riq sa më të madh në media sociale. Që unë jam personalisht totalisht kundër, sepse roli i gazetarit është edhe shpjegues, edhe edukues, edhe filtrues. Ana tjetër sot është ai gazetari që del aty 24 orë, 24 edhe nxjerr çfarë i dali nga goja pas një lloj filtri, shpesh herë kthehen thjesht në relator të ngjarjes, do të thënë nuk bëjnë asnjë lloj analize apo kontekstualizimi të informacionit për publikun. Dhe shpesh herë shikon gazetari jashtëzakonisht shumë të aftë, por që nuk i përshtaten tregut. Gjëja më e trisht që kam, domethënë, parë këto vitet e fundit është që e para punës shkollat e gazetarisë po mbyllen njëra pas tjetrës. Elbasanit u mbyll. Shkodra ka një numër studentësh të atij që nuk e di edhe sa vite do jetë si deg e hapur. Universitetet private, njëri u mbyll para disa kohësh. 2 të tjerë mbijetojnë. Te Departamenti i Gazetarisë së Tiranës, herën e fundit që vizituam, sepse her pas here shkojmë për të parë cilësinë e studentëve, studentë që kanë interes të bëhen pjesë e programeve tona të internshipit, e ke parasysh që prezantojmë edhe programet, edhe projektet, si mund të angazhohen, çfarë mund të përfitojnë etj. Një pjesë shumë e madhe, për mos thënë shumica, ishin futur becelorit të gazetarisë në mënyrë që të bëjnë masterin e PR-it. Një pjesë shumë e vogël e kishin, domethënë, s'po them ëndër, po perspektivë që të bëheshin gazetar apo edhe më tej gazetar investigativ. Pse? Sepse shohin që nuk është thjesht jo fitim prurse, se është shumë e lehtë të thuash që nuk ka lek në gazetari. Nuk e shohin si mënyrë mbijetese, do të thënë nuk e shohin si rrogë bazike, jo më pastaj që të pasurohen etj. Është trishtuese. Po shqyr që ekziston një përqindje e vogël e studentëve të gazetarisë që ende shohin gazetarin për atë që është. Ne përpiqemi në vazhdimsi që të angazhojmë këto studentë gazetarisë në programet tona, edhe internshipi dhe trajnimi një tjetër, dhe pastaj me kalimin e kohës kur hapen vende, domethënë si part-time, si full-time pranë organizatës sonë, e kemi le të themi një databazë gazetarësh potencial për të ardhmen që kanë edhe aftësi, por që kanë edhe perspektivë për të shkuar edhe më tej. Çfarë do të them për ju ky numër i ulët ose mungesa e kësaj preferencë për këtë gazetarin reale që ka nevojë vendi? Nuk shihet më si profesion për të ndërtuar një jetë, le të themi, nuk po them
jashtëzakonisht shumë fitim prurse, por edhe një jetesë minimale bazike. Ty gazetarët vazhdojnë të paguajnë nga 600-700 lekë në muaj. Vazhdojnë mos t'i bëhet gjithë pagesa përmes bankës, po gjysma në dorë, gjysma në bankë. Ke media të cilat ndërkohë që protestojnë sepse i lëviz shteti me dhunë nga hapësirat që kishin zaptuar prej vitesh, në të njëjtën kohë kanë vite tëra që nuk paguajnë sigurimet shoqërore dhe kontributet mjekësore për gazetarët, dhe i nxjerrin gazetarët si mburoj përpara policisë edhe shtetit, dhe në të njëjtën kohë ke edhe administratorë që i përdorin gazetarët si tullaxhin. Si hyn gazetari tek ajo media, del pas 5 vitesh dhe ai, le të themi, skopi i aftësive të gazetarit, jo nuk është zgjeruar diapazoni i aftësive, po është edhe ngushtuar. Sepse i vën tamam si punonjës tull Allaçi, hamej, që bëj këtë, raporton nga terreni e marroj punë. Edhe mbase për këtë nuk ka incentiva që brezat e rinj të nuk ka incentiva. Të shkojnë. Nuk ka incentiva sepse ai është shef. Ore, Tirana është bërë jashtëzakonisht shumë e shtrenjtë për jetuar. Si do e dalë? Me një rrogë minimale, me një rrogë që ndoshta më jepet pas 2-3 muajve. Un kam pasur një mikeshëm time që nuk merrte dot lejen e lindjes sepse kishte 2 vjet që nuk i jepeshin kontributet. Nuk i hidheshin kontributet. Është të mëshme ta mendosh, por ky është realiteti. Dhe pastaj flasim ne për drejtat e gazetarëve. Domethënë këtu është gjëja më bazike. Është shumë interesante se kushdo në shoqëri, sektorin shoqëri që ka një problem, shkon tek gazetari. Dhe le të themi në shoqëri ose në publiku në këtë vend ka një besim tek gazetari. Që thotë kur ka një hall mundohet të kap dikë edhe ai do t'ia zgjidhë, përgjithsisht i ka zgjidhur. Media ka qenë njëjti publik që pastaj e shan gazetarin në momentin e parë që nuk i përshtatet narrativa atij. Mirë, kjo është ju jeni të blerë, ju jeni të korruptuar. Po më futa aty më bie në hall, po më futa aty më marrëzon çka po ndërtoja. Po unë kam në këtë. Domethënë mbyllet një fasoneri, nuk marrin pagat, shkojnë ata aty, pas janë kohë në të gjitha vendet, më e larta është do të nxjerrë në media, i thon punojësi, shefit apo tani po. Dhe përgjithsisht punojësi medias, gazetari i ka zgjidhur hall gjitha sektorëve. Vetës nuk ja zgjidh. Vetëm vetës, domethënë gazetari kur ka probleme me rrogën e vet, ku ankohet? Askund, mbytet në lum. Nuk ndryshe nga, le të themi, profesionet e tjera të rregulluar. Se profesioni i gazetarit e para punës nuk është i rregulluar në Shqipëri. Dhe shqyr zotit nuk është i rregulluar se kush e di çfarë rregullimi do kishte. Ndryshe nga shumë profesione të tjera, ti nuk ke sindikata, ti nuk ke unione, ti nuk ke bashkime që të kenë fuqi efektive në vendimmarrje. Domethënë që të kenë atë bargaining power që është në anglisht. Domethënë që të kenë një fuqi për të ulur në tavolinë dhe për të vendosur disa kufi dhe kërkesa punëdhënësit. Nuk ekziston në Shqipëri. Pse? Sepse mund të bëhen 20 gazetar bashk për të mbuluar një çështje dhe për të advokuar për atë çështje, por kur vjen puna te çështjet e tyre, te problemet e tyre, askush nuk bëhet bashk. Është, domethënë, janë 2 gazetar 3 mendje. Pse? Sepse ekziston frika e censurës, frika e rrogës, është një profesion që nuk ka shumë aftësi përçuese drejt profesioneve të tjera. Po u vu një gazetar në blacklist e një media dhe ai pronari apo administratori i asaj medie thotë dhe mediave të tjera, shikoj mos u merrni me këtë person sepse është problematik. Ai ku do mbytet? Po, ne kemi disa gazetarë që kanë marrë pushimet edhe kanë marrë kanë dalë pension 20 vjeç. Rehabilitimi. Po, është të mëshme. Domethënë, ky është problemi i gazetarisë dhe nuk bëhen bashk edhe nga frika. Frika është kryesorja. Ne flasim për censurë, nuk ka censurë në Shqipëri. Domethënë në kuptimin e plot të censurës së gazetar, ka autocensurë. Gazetari ka frikë të nxjerrë diçka, sepse e di që është jashtë atyre kufive të kuq që ka vendosur redaktori apo pronari, ose edhe në raste kur nuk i ka vendosur ato linjat e kuqe. Ai hamendson që mund të ekzistojnë ato linjat e kuqe për shkak të interesave ekonomike të tjera. Jo vetëm gazetari, po kjo ndodh në çdo sektor të jetës që edhe të mbritur nga një periudhë e mbyllur diktatoriale, përgjithsisht autocensurohen. Edhe është një nga tipologjitë këtyre shoqërive që ndërtojnë kështu Tiranë.
edhe shoqërinë në tranzicion të 30 vitesh edhe kush e di edhe sa kush e di vite. sa. Tani më kalove te kjo kapitulli i pyetjeve të tjera që nuk lidhet shumë me gazetarin, por gjithsesi lidhet me politikën e vendit edhe rrugtimin e vendit. Unë e thash që po mundohesha të bëja një lidhje kështu të kësaj problemit 30 vjeçar që ne kemi në këtë tranzicion që integrimi qëndron aty si slogan, po kriza është permanente dhe ne atë konsumojmë gjatë gjithë kohës. A je bërë gati për 2030-ën të jesh një shtetas i Bashkimit Evropian? 27-ën. Se u tërhoq edhe para ca kohësh, u tërhoq edhe ca, po me çfarë pash dje Marta Kosin që doli e tha keni ngel në vend 2030-a më duket shumë optimiste. Është jashtëzakonisht shumë optimiste për vetë faktin se mund të jemi me letra vendi evropian, po realiteti. Ne shohim domethënë Shqipërinë çfarë ndodh brenda Unazës Tiranës. Të shkosh përtej Tiranës, mjafton 5 km, 10 km në çdo lloj drejtimi, ja akoma vitet 90. Ky është realiteti. Është tjetër gjë që ne Çfarë kuptimi vitet 90? Si nga infrastruktura, si nga ana sociale, si nga ana financiare e popullsisë, në çdo aspekt. Mos them pastaj akoma më larg je vend mesjetar në disa aspekte. Nuk mund të thuash ti u futëm në BE dhe u bë gjithçka perfekt. Ka një problem shumë të madh me këtë integrimin BE. Ti ke institucione që t'japin vetëm anën pozitive të integrimit. Askush nuk jep informacion publikut për sa i përket detyrimeve apo pritshmërive nga ekonomia, nga personi, nga biznesi e një tjetër. Të gjitha u futëm BE, u bë detikos. Nuk do bëhet detikos, nuk do bëhet, në rastin më të mirë bëhet vallit. Problemi është që ti, publiku i gjerë, ty nuk ta ka idenë se çfarë do të thotë ti jesh qytetar i BE-s. As për detyrime financiare, as për detyrime taksash. Ne kemi parë tash me kufit janë, por ne shkojmë në BE dhe mendojmë që integrimi në BE do na bëjë si një nga ato vendet ku familjarët tanë kanë emigruar. Jo, po ti ke qenë në BE si turist. Dhe familjarët e tu dhe të mi ka integruar në vendet që ishin pjesë e BE-s prej shumë viteve. Po. Dhe e kanë gjetur infrastrukturën e gjithçka gati, nuk është se kanë filluar nga zero. Po për çfarë duhet të shqetësohemi nëse në 2030 ose 2027 jemi në BE? Duke filluar që nga detyrimet më minimale për sa i përket cilësisë produkteve që prodhohen në Shqipëri. Ty një numër shumë i madh i fermerëve apo i prodhuesve nuk i kapin ato standarde. Fatkeqësisht. Ty 1 e 2 dhe AKU-ja të zë edhe vetë institucionet evropiane të zënë ushqime me nivele, domethënë si nitratesh, si pesticidesh e gjithçka shumë fish më lart se sa limitet e lejuara nga BE-ja. Në fakt ne këta e kemi vendosur edhe kështu si alarm tek universitetet, pa imagjinoni se jetë një vend i hapur ku të rinjtë e Shqipërisë mund të zgjedhin lirisht një universitet të Europës dhe jo universitetin e 698 të Europës, që është universitetin e Tiranës. Shto. Ky është problemi kryesor, domethënë, që ne themi u bëm pjesë e BE-s dhe u zgjidh gjithçka. Nuk u zgjidh gjithçka. Gjëja më minimale ty do të shkojë në kolaps tregu i prodhimit brendshëm. Në moment që ti ke rregulla të reja konkurrence, kufi të hapur për sa i përket le të themi edhe për ekonominë, edhe për produktet, edhe për lëvizjen e lirë të njerëzve, gjithçka ty shumë aspekte do të shkojnë në kolaps. Pse? Sepse ti ke kostot e prodhimit brendshme shumë herë më të larta se sa i ke kostot e prodhimit nga jashtë që kanë ekonomi shkallë. Ty sot e kësaj dite po të mbyt qumshi serb. Imagjino kur të vi momenti që ti do importosh shumicën e produkteve nga BE-ja sepse nuk do kesh bariera tatimore apo doganore. Po kjo mund të jetë më mirë për aspektin shëndetësor të popullatës. Jo, për aspektin shëndetësor është perfekt, po aspekti ekonomik i prodhuesve, ti një pjesë e madhe e ekonomisë ty vazhdon edhe të mbahet nga bujqësia. Edhe ty do për një farë periudhë do ketë atë terapinë e shokut, famshë, do vuash. Do të kalosh, por prapë askush nuk i ka thënë njerëzve deri më sot që shiko, këto janë rreziqet që na Ky është rreziku i integrimit të pamerituar, po thua, domethënë ne po bëjmë më përpara gati letrat se sa i kemi standardin. Vetëm letra kemi bërë deri tani, çfarë standardi ke? Në cilin aspekt ke standard? Por këtë nuk e kam kuptuar asnjëherë, për shembull, po të shikosh këto kushtet që të vendos BE-ja, është shumë interesante se ti ti përmbush një kusht të BE-s që të jetojnë më mirë qytetarët e Republikës tënde. Pra,
ti duhet t'i ofrosh më të mirë, domethënë ti duhet zotohesh përpara BE-s që unë do bëj shkollën më të mirë për qytetarët e mi. Do i bëj ushqimet më të shëndetshme për qytetarët e mi. Po tani kjo nuk duhet të ishte, po kjo po ç'kuptim ka që ti domethënë ta arsimosh më mirë fëmijën tënd sepse do shkosh në BE, domethënë po mos shkonim në BE ne nuk vlen ta arsimojmë më mirë. Ajo është një objektiv i jashtëzakonisht shumë mirë, se fundi e fundit ti ke një, le të themi, gol të arritshëm, e vendos psen. Pseja s'është se ka rëndësi, për sa kohë, më thënë, rritet cilësia e arsimit, e gjithçka është fantastike. Sot mund të jetë do bëhemi pjesë e BE-s, po të ishin kushte ndrysh do bëheshim pjesë e SBA-s, le të themi kot. Por çështja është ti ke zhvillim vetëm në letra. Ti po flet për arsimin. Ty sa herë të del Ministria e Arsimit, po ashtu edhe bashkitë. Njëra tjetër thon investimet në arsim ka kapur pika të reja financiare, domethënë kanë kapur vlera maksimale për këtë për atë. Është bërë gjithçka tullallaçme. Të është investuar në shkolla, të është investuar në infrastrukturë, të janë bërë të marrin qafë kur shikon shkollat e reja që të paktën për Tiranën janë rikonstruktuar, se pak a shumë për gjithë lagjet e reja të Tiranës nuk është ndërtuar asnjë shkollë nga zero. Ktu kanë vajtur dhe shkolla me 30 klasa ku banor janë 6 nxënës. Tjetër gjë. Shkollat vetë vinë me standard kryeqyteti në fshat. Çështja është që, domethënë, të investohet në arsim, por ajo që thuhet është investim shumë i madh financiar, por kur shikohet realiteti është investim vetëm tullallaç. Sepse ti investimin në dije e ke thuajse zero. Tani një pyetje kam. Ju e dini shumë mirë këtë pjesën e investimeve si në research, si në cilësinë e mësimdhënies, si gjithçka është katastrofike. Është shumë e vërtetë kjo. Vetëm tani një pyetje kam unë. Këta nuk e kuptojnë këtë? Domethënë BE-ja në shumë raste Shtetet e Bashkuara kur ne bëjmë letra si ustallar të vërtet, po në të vërtetë nuk kemi. Gjithkush jeton me atë shpresën që fillimi mbar gjysma e rrugës, si thonë ata. Gjysma e punës. Gjysma e punës. Për vetë faktin se edhe BE-ja, domethënë, ka atë principin që le të filloj dhe do bëhet. Se sa të rri ashtu siç është. Bëjmë rrugës. Janë goxha optimist në pamje, ne jemi ata pesimistë sepse shohim në terren. Nga një anë edhe unë nuk është se jam aq pesimist që është sterë. Jo më çështja është e tillë që okay, do bëhemi pjesë e BE-s. Po ngrem standardet në letër, po ti qëndrojmë atyre standardeve. Jo ti bëjmë për 6 muaj dhe në moment që kthen kokën nga ana tjetër ai kontrolluesi i BE-s, kthehemi aty ku ishim. E bëjmë sa për të bërë. Ky është problemi më i madh në Shqipëri. Ti ke shumë iniciativa që të kanë filluar. Po. Për shembull mekanizmi i konsultimeve publike. Është një standard që duhet ta respektojnë sepse ne po shkojmë në BE. Dhe konsultimi publik është kështu, mbledh kushurinë te një firme që do të bëj punë diku edhe jo vetëm aq, po edhe konsultimi publik për ligjet. Ti shikoj, u ngrit platforma, u bë, domethënë, gjithë infrastruktura jashtëzakonisht shumë e mirë, sepse gjithkush ka të drejtë që të aksesojë ligjin përmes portalit personal, të bëj komente të njëjta. Pyetja në fund fare është sa merren parasysh ato komentet. Po të shikosh gjithë komentet publike në projekt ligje të ndryshme nuk pranohet, edhe pas një lloj justifikimi pse jo. Do thënë, është konsultim publik sa për box checking që u bë konsultimi publik. Pa marr parasysh pastaj procedurat e reja që po fut parlamenti me duke ia dhënë deputetëve specifik projekt ligjet që ata ti depozitojnë në parlament si projekt ligj i ardhur nga deputeti që ta anashkaloj komplet ata fatin e detyrueshëm për konsultim publik me justifikimin që deputeti është në terren gjatë gjithë kohës dhe konsultohet në vazhdimsi me elektoratin, kështu që s'ka nevojë për konsultim të mëtejshëm publik. Edhe shkon direkt nga deputeti, shkon te komisioni, shkon në seancë plenare, miratohet ligji brenda 15 ditëve. Edhe shikon pastaj deputet që nuk kanë lidhje fare me atë ligj apo me atë temë apo edhe ligje specifike që aplikohen në zona specifike, domethënë projekt ligje për Vlorën i depoziton deputeti Fierit apo i Lushnjës. Ka edhe nonsense të tilla, domethënë. E vërtetë është kjo, plaga fillon bëhet më e madhe kur mendon se cilët janë ata që na përfaqësojnë. Edhe sa të lidhur janë pasaj me komunitetin e tyre. Megjithatë ka një sektor që duket se po performon mirë. Nuk do ta thoja sektor, se mbasaj një pjesë e një sektori që është tek çështjet e drejtësisë, SPAK-u ka vendosur një standard tjetër. Sektori në vetvete drejtësia duket që
nuk po O bën nuk përpjekje. po ecën me ato ritme që ka nevojë qytetari, ende të shkon një çështje 12 vjet. Edhe sa do e thjesht jetë ajo. Megjithatë duket se SPAK-u ka vendosur një standard tjetër dhe njerëzit mendojnë që ky është si institucioni që do na integrojnë tani, domethënë ky do ta përmirësojë jetën tonë. Ajo është, domethënë, nga një anë është diçka pozitive, nga ana tjetër është edhe një shpresë e gënjeshtërt, sepse ty të flitet për drejtësinë dhe të gjitha rritjet e deri tani me e ka SPAK-u, kur shikon pjesën tjetër të drejtësisë, duke parë edhe funksionimin e gjykatave, Prokuroria e përgjithshme, prokurit lokale, ajo nxirja e jetës, domethënë me vonesat procedurale gjyqësore, ato kanë ngelur në vend numëro. Vetëm që ka ecur përpara gjykata e lartë që ka ulur atë numrin e çështjeve që ka pas mbi 30 e ca mijë çështje, edhe si e kanë zgjedhur, duke bërë ndërhyrje në ligj, duke i lehtësuar punën gjykatës së lartë. Nga ana tjetër, kanë bërë gabimin më të madh që bën hartën e re të gjyqësorit që krijuan, nuk mësuan nga gabimi i krijimit të grykës së shishes së gjykatës administrative të apelit vetëm në Tiranë, dhe po të njëjtën gjë e bën të gjithë tjerat. Domethënë e kuptoj që nuk ishte numër gjyqtarësh apo numër çështjesh për shumë prej qarqeve që të justifikonin qëndrimin e gjykatave hapur, por nga ana tjetër ke krijuar një situatë ku të gjithë drejtohet drejt një gjykate. Ti gjykata administrative ke 2 në gjithë Shqipërinë, shkallë e parë. Pa marrë parasysh pastaj për një çështje civile, një person nga Kuksi duhet zbresi deri në Shkodër e mos më keqë një. Domethënë për sa i përket numrit të çështjeve, për sa i përket vonesave, gjithçka, situata në drejtësi nuk është ajo që duket. Domethënë është keq. Nuk është ster fare, por është keq. Dhe kjo pastaj përkeqësohet edhe nga fakti që ti ke një mungesë ekstreme gjyqtarësh, ke mungesë ekstreme asistentësh ligjor, apo edhe asistentësh thjesht për këto gjykata. Domethënë lëvizet gjithçka te burimet financiare dhe burimet njerëzore të gjykatave. Por nga ana tjetër është SPAK-u që e balancon. Domethënë disi edhe del më pozitive situata. Shumica e njerëzve, 99% e njerëzve s'do kenë ndonjëherë punë me SPAK-un. Inshallah. Inshallah. Këtu duket që domethënë tranzicioni ka bërë pisa aq shumë këdo në këtë vend sa duket sikur do shkoj tek kushdo. Për çdo hall minimal njerëzit thonë do të çojnë SPAK. Po e vërtetë është kjo. Po SPAK-u duket që ka goditur partitë politike në vend, këtë establishmentin, kjo pandëshkueshmëria ndaj figurave të mëdha, le të themi Partinë Socialiste për integrim deri diku e ka gjunjëzuar duke i marrë kryetarin e vet në arrest në burg. Ndërkohë Partinë Socialiste, Partinë e Lirisë, po. Është kjo upgrade i fundit. Ndërkohë që Partinë Socialiste disa numra 2 të Partisë Socialiste, edhe shumë numra 3, edhe 4-5 pastaj po plot, të cilët janë në burg, ndërkohë një lideri i opozitës gjithashtu ka probleme me çështjet e drejtësisë dhe a ka rregulluar, domethënë atë që mendon ti, mbasi pra ne e dinim gjithë që këto parti kishin probleme. Dhe ne arsyeja pse besojmë te SPAK-u është që problemet që kishin këto parti të vinte dikush edhe ti merrte, apo të rritej ndëshkueshmëria, njerëzit problematik të kapeshin. A janë këto sot këto parti politike më të mira mbas si thua ndryrjes kirurgjikale të SPAK-ut tek këto? Jo, sepse këtu ekziston edhe një keq konceptim. Partia politike nuk është e korruptuar, janë personat specifik që janë të korruptuar. Dhe SPAK-u po shkon ndaj atyre personave specifik. Partitë politike të paktën në 13-14 vitet e fundit, PS-ja tani nuk mund të quhet parti politike, është parti shtet. Okay? Janë të gjithë duan të futen në PS, që të futen në shtet që të bëjnë lek. Dhe SPAK-u ty të godet personat e korruptuar, nuk është se godet partinë. PS-ja nuk është herë e parë, domethënë që mund të bëj katarsis. Ka bërë edhe përpara katarsis, dhe është diçka që normalisht në një vend demokratik duhet të ekzistojë dhe duhet të bëhet në vazhdimsi. Nuk po flas për PD-n, sepse PD-ja ka ngelur në vend numëro, domethënë ka mbyll atë qepenin, edhe nuk do t'ja di më. Nuk shef të ardhme në pushtet ndonjëherë, nuk shef të ardhme me si parti mazhorancë, të paktën me çfarë shoh unë deri tani. Po ta lëshoj me qira më të paktën. Ajo që shohun tek efektiviteti i SPAK-ut është që shumë persona tashmë kanë frikë të firmosin. Ka futur një situatë frike apo buxheti i shtetit nuk po shpenzohet. Ke Bashkinë Tiranë që nuk po shpenzohet dot më shumë se 60% të buxhetit.
Bashkia Tiranë investimet kapitale i kishte vjet diku te 30-40%. Pse? Sepse nuk ka persona që të marrin përsipër të firmosin kontratat apo njërin e tjetrën. Pse? Sepse janë tashmë të vetëdijshëm që nuk ka askush i paprekshëm. Problemi që ndron që nuk është se duhet jetë spaku ai që të vendosi këtë lloj frike apo vetdije në punësi publik apo në punësi shtetëror. Duhet jetë etika morale atij personi që un paguhem për këtë gjë. Paguhem kaq për të kryer këtë funksion. Nuk kam ardhur në këtë funksion për të bërë më shumë lek. Nëse është për të bërë më shumë lek, kalon sektorin privat të bëhe. Po kjo më çudit, pse po reziston administrata, struktura, shteti të përmirësohet? Se logjikisht, pse duhet kemi bllokim të shpenzimit të fondeve, kur dikujt që është abuzues, ti shkon dhe e ndëshkon, që do të thotë ti e ndëshkon me premisin që ai që do ta zvendçoj ti bëj gjërat si duhet, po jo mos i bëj fare. Nuk po zvendçojnë dot. Se çka kuptimi ka, domethënë ne heqim një ajdut që parat që do menaxhohen më pas të shkojnë tek qytetari, jo të mos shkojnë asgjë kundi. Ti ke një problem shumë të madh. Kjo është e vërtetë. Problemi tjetër kryesor është që ty nuk po të zvendçohen dot ata që janë hequr, le të themi nga të gjithë procedimet penale. Ty dapi sot e kësaj dite thotë që ka vende vakante pafund në administrat për vetë faktin sepse s'duan persona të angazhohen. Se e din që herë ta vonë do i vijë ajo dosja në dorë që shiko duhet firmosësh kështu. Si te kalohet kjo? Nuk e di. Është shumë e vështirë domethënë, është diçka që do doj kohën e vet dhe nuk e di kot supozoj domethënë, është diçka që nëse do e dije do hapje një parti do kërkojë votat e qytetarëve. ne kemi se po mundohemi të bëhemi të gjithë kryeministër ne, ha. Mbaj mend që në 2014 në 2015 kur kam qenë në Strasburg, këtu Asamblea Parlamentare e Këshillit të Evropës të nxirrte 1-2 edhe rekomandime apo dokumenta zyrtare ku thuhej që në Shqipëri korrupsioni është endemik. Fjala endemike është fjala më negative që mund të bëhet pjesë e një raporti, sepse tregon që është pjesë e çdo qelize të shoqërisë dhe është e pranuar dhe e pritshme, domethënë që të aplikohet sikur s'ka ndodhur asnjë. Dhe ky është realiteti, na pëlqen s'na pëlqen. Korrupsion ka kudo. Nuk është se jemi vetëm një vend që jemi mbytur nga korrupsion. Korrupsion ka kudo, por problemi është që këtu është bërë i zakonshëm. E di çfarë më kujtove. Po bëja një diskutim në një studio nga këto që zhvillohen darkave në për studio, edhe një nga bashkëfolësit po mbronte që vendi jon nuk ishte korrupsion. Dhe po mendoja me një fakt, për shembull në Brazil ka ministri të futbollit, sepse vendi eksporton futboll, edhe ka shumë, le të themi, e ka industri futbollin. Ndërkohë për shembull në Egjipt ka ministri të egjiptologjisë, sepse është një nga vendet që zotëron asetet më të mëdha arkeologjike, pa ka arkeologji brenda. Dhe e vetmi arsye pse një vend mund të ketë ministri antikorrupsioni është sepse vetë ajo e ka pranuar që këtu ka korrupsion. Këtë pjesën e antikorrupsionit ne e kemi pasur vazhdimsi e mbajmë. Dhe ne kemi një ministri të tillë, kam shtypje nuk e portofol, po e kemi. Kam shtypje nuk e di nëse ka ndonjë vend në botë që mund të ketë ministri korrupsioni, mbase ne jemi në të vetmet që mua më duket domethënë një, le të themi, shtojcë e panevojshme në administrat për vetë faktin se ti i ke që të gjithë. Do më afrosh pak mikrofonin me po. Më duket një shtojcë e panevojshme pjesë administratës për vetë faktin se ti i ke të gjithë institucionet që supozohet të luftojnë korrupsionin. Të shtosh një hallk të re është jo vetëm e panevojshme, po e një kosto shtesë për qytetarin. Ne sa herë na del në një hall hapim në një ministri të re, sa herë na del në një problem hapim një agjenci të re, sa herë del ndonjë situatë e pakalueshme ad hoc gjenerohet një institucion i ri. Domethënë i bie që të gjitha ato institucione që deri në atë moment e kanë pas tagër apo detyrim që të bëjnë diçka për ato situata specifike s'kan bërë asnjë. Po e vërtetë është. Për çfarë i mbajmë këmbë? Si rroktore. Po hambar votash. Kështu të shkthyer gjithë administratëve, hambar votash. Ty të erdhën, domethënë Partia Socialiste të erdhi në pushtet me një nga pikat kryesore ishte
eficienca ekonomike në administrimin e pushtetit si qendror si vendor, do të thënë ulja e numrit personave në administrat, ty të është 2 fishuar, a 3 fishuar e kusur. Ti je hambar votash, asnjë gjë tjetër. Rodem, doja ta transferoja, megjithëse mbetemi tek politika. Ka një karakteristikë nëse përshkruan këto 30 vite në hapësirën politike të vendit. Është gjuha e konfliktit, bojkoti, akuzat, tensionet. Dhe dukshëm mbase partitë e mëdha bëjnë këtë për të pasur një lloj polarizimi të shoqërisë. Që edhe kur ti je në momente të vështira, siç mund të jetë për shembull Partia Demokratike sot, që edhe kur s'ke parti, ti ke votues, sepse ke kontribuar në një polarizim të shoqërisë në mënyrë të skajshme. Kujt i shërben ky lloj polarizimi? Do thoya vetë partive, vetë drejtuesve të këtyre partive, për vetë faktin sepse sa më e polarizuar të jetë një shoqëri, aq më le të themi në llogoret e tyre janë personat, aq më ekstremistë janë në mendim, Emocional. aq më emocional dhe aq më të le të themi aq më të tërhequr në atë mentalitetin e tyre fare fisnor janë që jemi ne, pa janë të tjerët. Nëse kalon në ca ekstreme që ti do s'do vendosesh në një llogore specifike dhe i qëndron në vazhdimësi asaj, në mënyrë jashtëzakonisht shumë besnike, ku e ke jashtëzakonisht shumë të vështirë që të shohësh edhe mendimin e atij përtej llogores tënde. Dhe kjo është diçka që e ka kryer partitë politike shqiptare prej dekadësh tashmë edhe po e shohim që ky lloj polarizimi po përhapet edhe në botë. Është metodë për të mbajtur elektoratin, për ta fryrë elektoratin dhe për të siguruar qëndrimin në pushtet apo për të siguruar edhe qëndrimin në pushtet në opozit. Se kjo është interesante. Ti ke PD-n e kemë në opozit, është në pushtet gjithsesi. I ke një pjesë të madhe, domethënë të eksponentëve të Partisë Demokratike, i ke biznesmen me kontrata publike në institucionet të cilat drejtohen nga PS-ja. Domethënë më thuaj ti ç'a opoziteja kur janë të ndërlidhur financiarisht me pushtetin. Përfaqësojnë të njëjtën influencë financiare. Bëjnë qoka njëri tjetër, han buk në i tas. Nuk është se... Është interesante për shembull, këto zhvillime në Partinë Demokratike së fundmi, si i shihni? Ka zgjedhje për pak kohë, ndërkohë ka filluar lufta me armiq të brendshëm. Është po i njëjti teatër që është bërë gjithmonë. Është bukë cirk për masat, nuk është se shoh të ndryshojë gjë. Domethënë spektakli në skenë, pazari në prapaskenë. Është një spektakël i zakonshëm. Harrohet kur po thyenin dyert e PD-s për të marrë pushtetin, lufta brenda partisë me dyert e hekurit e me molotovët e me një, domethënë është thjesht spektakël për masën për të kaluar radhën, nuk është se ndryshojnë gjë. Ndërkohë, duke ditur këto narrativa ose këto rrëfenja për partitë e mëdha, në këto zgjedhje hyn edhe disa parti të vogla ose të reja. Tani unë nuk e di nëse ju mund t'i konsideroni ato si jo të suksesshme, po funksionoi apo nuk funksionoi alternativa për te dy partive të mëdha? Nuk mund të them që nuk ishin të suksesshme. Se po ti marrësh domethënë në rang vendi, në numër votash, në përqindje votash, kishin goxha arritje. Edhe në kohë kontributi, se 6 muaj parti ishin. Po, duke marrë parasysh që janë dhe parti të reja, dhe është disi e vështirë në Shqipëri që të largosh një elektorat nga një parti specifike drejt një partie të re me le të themi me një platformë elektorale që nuk është se ndryshon shumë nga partitë established, domethënë old establishment. Ti domethënë vazhdon në Shqipëri mendimi i votimit familjar, domethënë që babai im ka qenë demokrat, kështu që unë do jem demokrat, pavarësisht se mund po s'kem asnjë lloj interesi apo influenca apo edhe mos ja kemi den më minimale të platformës politike të asaj partie. Është shumë e vështirë domethënë që të ndryshosh mendjen e elektoratit shqiptar. Duke parë parasysh që këto janë parti të reja, të dala domethënë nga iniciativa shumë të vogla, por goxha të fuqishme, grassroots movements si quhen. Po. Për mua ishin të suksesshme. Ishte hapi i parë drejt riformimit potencial të një parlamenti që nuk pres të ndodhi as këto zgjedhje, as të ardhme, as ato pasardhëse. Po të paktën pas 10 vitesh mund të bëhen një faktor i cili mund të imponojë te partitë e mëdha
disa elementë që mund të hyjnë në punë një pjesë të elektoratit, domethënë të shkojë përtej asaj influencës minimale. Me thënë drejtën edhe unë shpeshherë ne dëgjojmë e konsumojmë këtë që dështuan ishin të vogla, nuk bën ndonjë gjë të madhe. Megjithatë të bësh 6 muaj parti ose një vit parti dhe të marrësh të gjitha bashkë ato kanë marrë 4 deputet. Po të ishin 4 deputet me sistemin aktual. Me sistemin aktual, edhe me gabimet të tmerrshme që në një farë mënyrë bën disa prej tyre. Për çaret e brendshme që ndodhin. Për çaret e brendshme, lufta që konsumohen mes njëra tjetrës. Dhe të kesh të rezultat. Është arritje e vogël, është arritje goxha e madhe, domethënë ty mund të përllogaritë deri në 100.000 vota, s'është pak. Kështu që 100.000 njerëz është të s'është pak, domethënë, sepse gjithmonë shohim, po nuk fitove je humbës, nuk është aq bardhëzi, nuk është, domethënë, loj 1 dhe 0. Megjithatë, ata e kanë futur brenda të njëjtës narrativ veten, na vodhi Rama, sistemi kështu, standarde në Shqipëri. Me Ramën s'ka zgjedhje, domethënë duket sikur i kanë marrë Berishës këtë skemën se si funksionon kur humb zgjedhjet. Unë e shoh, domethënë, kjo është një nga pikat e dobta edhe të partive të reja. Duhet të shkojmë përtej kësaj. Ta pranojnë që nuk është se i humbën zgjedhjet, mëse nuk është se ka humbje zgjedhjesh, në ata nuk ti fiton elektoratin që do përfaqësosh. Elektorat, qëllimi jot tani është të mbash atë elektorat që është kryesori dhe të fitosh 1% elektorati shtesë. 5-5, 10-10, 5.000, 20.000, 20.000, sa të jetë. Kjo është vërtet. Por çdo parti duhet dali me ide të veta. Ne kemi, domethënë, mos përfundojmë parti të vogla që janë copy-paste i ideve të partive të mëdha. Çfarë sjell të reti? Do luftoj korrupsionin. Pyetja që ngrihet është si. Çfarë do bësh përtej atij premtimit standard që e ka dhënë PS-ja para 13-14 vitesh dhe nuk ka ndryshuar asnjë. Kjo është e vështirë për të ndërtuar një panoramë të një Shqipërie të së ardhmes deri diku edhe unë mendoj që problemi që shoh në Shqipëri është që vazhdon akoma, domethënë, ajo ndarja në 2 llogore, Parti Demokratike e Parti Socialiste. Në gjithë Evropën, ty për shembull, po të marrim Partinë Demokratike. Në gjithë Evropën, gjatë rënies komunizmit, domethënë vitet e fundit të komunizmit, u krijuan koalicionet të mëdha demokratike antikomuniste. Siç u krijua Partia Demokratike në Shqipëri. Por në të gjithë vendet lindore, ai koalicion masiv tu thërmua pas 2-3 vitesh. Për vetë faktin se tu krijuan parti specifike me interesa specifike. Tu krijuan Demokristjanë, po që i përgjigjeshin kushteve të reja sociale. Njëra, domethënë, nuk të qëndroi një parti me 70% të elektoratit, sepse elektorati në vazhdimsi fragmentarizohet. Mund të kesh aty neokonservator, mund të kesh persona me që i shkojnë mbrapa ekonomisë së re, etj. Në Shqipëri ty përfaqësojnë komunitete të tjera. Ty të ndonjë 30 vjet, po të njëjtat parti dhe vjen puna, po ti pyesësh, ore, cili është, le të themi, cilat janë karakteristikat e partisë tuaj? Çfarë e veçon Partinë Demokratike nga Partia Socialiste? Çfarë? Ti thua po pyet elektoratin? Elektoratin dhe vetë drejtues të partive. Po them, domethënë, sepse ti ke një PD e cila më shumë, po ti shikosh politikat kur ka qenë në pushtet, kanë qenë pro-sociale, dhe ti ke një parti socialiste që ka 13 vjet tani që ka politika pro-komerciale, pro-biznesit, që po ti shikosh, domethënë, janë e kundërta e emrit të tyre. Po unë kam pasur disa filozof, domethënë studiues të filozofive politike dhe të gjithë pranojnë që Rama sot është një i djathtë në mënyrën se si qeveris. Më thuaj, pse e ke emrin Parti Socialiste? Pse e partia e majt? Rama nuk e di këtë? Po e di më. Ti partit shqiptare nuk është se i ke të majt apo të djathta, i ke parti për oportuniste që i përshtaten situatës. Parti Kamaleon. Më thuaj, gjithë qëllimet e partive politike shqiptare. A mund t'ja dalë një parti mbasi të zgjedh një ideologji, a mos është më mirë që partia të jetë elokuente, të marrë formë sipas enës ku ka nevojë vendi? Ajo është parti pragmatiste dhe ke plot të tilla, që edhe janë partitë, le të themi, më kreativi ishte Ilir Meta, do thë. Ajo është partia më le të themi më elastike e mundshme. Po çështja është e tillë që ti tani po krijosh si parti politike për të çuar përpara interesat e biznesit personal, apo krijosh parti politike duke pasur edhe një bërtham etike dhe qëndrimesh specifike. Ajo është ideja e partisë, për ndryshe për çfarë po e krijon partinë, për të marrë pushtetin. Dhe pastaj të bësh çfarë duash. Supozohet që ti kesh 2-3 pika tek ai, le të themi, libri jot i qëllimeve si parti politike.
Dhe ky është problemi edhe im me personal me partitë e vogla. Po ti shikosh domethënë qëndrimet e tyre përveç partisë së Zotit Qorit, të tjerat janë ajt po i përshtatemi situatës. Pra as Partia Demokratike që është në opozitë që e ka luksin që të ndjek një ideologji thua nuk është demokratike. Cila ideologji? Ama Partia Demokratike ka muaj për muaj apo javë për javë që po bën protesta dhe nga protesta në protestë ndryshon qëllimi i protestës. Kush është kali i luftës i kësaj jave? Nafta. Bam protestë për naftës. Po javës që vjen X-i, bam protestë për X-it. Po protestat kanë pasur një qëllim të rrëzojnë Ramën. Protestat kanë që në 2013 që kanë qëllim të rrëzojnë Ramën, se tani është e kot të thuash duhet kesh një qëllim specifik për çdo gjë që bën. Nuk e ka. Rrëzojmë Ramën nuk është qëllim specifik, sepse ishin po të njëjtat protesta që kishte Rama të rrëzojë Berishën, apo të njëjtat protesta që kishte Berisha për të rrëzuar Nanën. Po cili mund të jetë një qëllim specifik? Ato e di vetë partia politike. Partia politike me atë librin e saj të qëllimeve dhe me më duket se publikisht nuk do të këshillosh kë. nuk ja vlen të merresh. Nuk është se do ndryshoj gjë. E vërtet është edhe mua më rezulton kështu. Madje jo vetëm nuk ndryshon gjë, po më shumë ka shanse të ndryshosh ti se sa ata. Kështu që Roden, unë jam në minutat e fundit me bashkëbiseduesit. Ne komentojmë 5 foto të cilat mbasi ti sheh, mund ta komentosh në atë emocionin e parë që ti japin ose si testet e psikologut ose të thellë ose të cekët. Çfarë shikon në këtë imazh? Unë nuk jam psikolog, kështu që nuk është se do nxjerr ndonjë përfundim të problemeve të tua të brendshme. Nëse do ketë, kështu që imazhi i parë është largimi popullsisë drejt Evropës apo drejt kudo që të jetë, mjafton mos të jetë në Shqipëri. Mjafton fraksion sekundi e parë. Emigracioni është shumë e thjeshtë. Duke sikur këto shigjetat e rrugës janë vetëm për të dalë. Kush ishte një nga ministrët që thoshte që janë kthyer në Shqipëri 100.000, 140.000 shqiptar pa i vënë balans pastaj se sa ishin larguar. Pse ka një numër kështu të kthimit? Interesante është. Nuk e di, domethënë propaganda ka marrë një moment, domethënë që edhe kur është absurde e marrin si të mirëqenie, nuk e vrasin mendjen se çfarë thon. Kemi filluar të bluajmë çdo gjë që na del para. Imazhi i radhës. Kjo është Durrës te porti. Ndërtim me leje me ndërtim pa leje sipër. Ky është realiteti shqiptar 30 viteve të fundit. Çdo gjë është bërë shto mjell praktikisht. Asnjë gjë me plan afatgjat. Do ishte mirë të ishte shto mjell, shto ujë, se ujë mban sipër mjellit, po shto po mjelli sipër ujit bie. Ky është tipik realiteti shqiptar 30 viteve të fundit. Po bëjmë diçka tani të shohim çfarë do bëjmë më vonë. S'është problemi tanishëm, është të mëshme se si. Po në Europë do hyjmë gjithsesi. Do hyjmë në 2030-ën. E kemi të sigurt. Çfarë të them? 2 burra shtetit që po e çojnë shtetin drejt greminës praktikisht. Po njëri prej tyre drejt Europës. Njëri është me këmbë në varr, le të themi, dhe nuk e lëshon pushtetin për qamet. Tjetri ka deluzione madhështie aq të mëdha sa mendon se është lider botror dhe Shqipëria është vend kyç për të ardhmen e komplet Evropës. Ja, fatkeqësisht, po kur the 2 burra shteti, filloja ta kapa një çik kështu, të mendoja nga aspekti gender, dhe thash, a do ishte më mirë sikur të mos e drejtonin më shtetin burra. Po nga ana tjetër, Partia Socialiste na ka dhënë disa vajza dhe gra që tashmë nuk jemi dhe optimist nëse vajzat dhe gratë si shteshte kryeministri dikur janë më pak të korruptuara dhe më shumë punëtore. Ndërkohë që numrin 2 të Partisë Socialiste e kërkon SPAK-u për ta hetuar dhe është gjithashtu grua. Nuk e shoh si çështje gender, e shoh si çështje kulture brenda partisë. Jam plot figura, domethënë, edhe në PS, edhe në PD që i njoh prej shumë kohësh dhe kur janë bërë pjesë e asaj partie kanë qenë persona totalisht ndryshëm nga çfarë janë sot. Domethënë janë përkulur, janë përthyer, janë shpërfytyruar nga personi që kanë pas qenë më parë. Vërtet, po thuaj që kanë hyrë, domethënë
kam pasur një lloj përgatitje, kam pasur një lloj morali, jam bërë pjesë e ekipit dhe ekipi i ka bërë tjerë njerëz. Tani mund të thuhet edhe autori i librave të Dunit, Frank Herbert, thoshte që politika në përgjithësi tërheq sociopatët. Nuk është se janë sociopatët që e shtrëmbrojnë politikën, por politika dhe pushteti në përgjithësi tërheqin sociopatët dhe i përshkallëzojnë, domethënë ato problemet e tyre. Çfarë është dhe çfarë bën një sociopat në politikë? Të merr në qafë. E kemi imazhin e tyre përpara, është një shpjegim shumë i bukur, domethënë ishte ndryrje që një në rast se do isha psikolog do e kisha vlerësuar. 2:30 më është thjesht propaganda radhës. Mezi po pres vit 2030, 31 dhjetori 2030, të shohim se ku do jemi. Shpresoj me gjithë zemër që ta kem gabim. Kemi pasur shumë lote. Unë kam qenë i vogël kur ra komunizmi. Duhet kem qenë ose kur fillova të kthjellohesha, dhe unë jam 87-a, po diku ande nga 93, 94, diçka fillova të kuptoja dhe edhe më vonë mbaj mend që në shtëpi diskutoheshin që gjërat ishin keq, ne ishim popullsi i varfër, diçka po ndryshonte se po shikonim këtë fluksin e hyrjes së demokracisë, së ndihmës, së gjëra të tjera dhe mbaj mend bisedat e prindërve të mi, edhe babai që i thonte mamas që domethënë dhe në skenaret më të zeza të tij për 10 vjet ne do ishim Zvicër. Më kupton, po domethënë po e larg dukshe sikur për 5-6 vjet ne do ja kishim dalë. Ndërkohë që unë jam bërë me fëmijë sot dhe bisedat të tilla po i ndjekin fëmijët e mi që unë i bëj me bashkëshortë. Dhe tani s'kam kurajo të vendos datë. Ne vazhdojmë të jemi shoqëri në tranzicion. Vazhdojmë demokraci tranzitore, domethënë çdo lloj epiteti apo sinonimi të fjalës tranzitore ne vazhdojmë edhe përdorim. Dhe për sa kohë do i mendojmë veten shoqëri tranzitore, do mbetemi shoqëri tranzitore, sepse askush nuk e merr mundimin që se ka një problem shumë madh. Është mënyrë të menduarit. Folëm për këta burra shteti. Po. Politika prodhon dy lloj njerëzish. Prodhon politikan që mendojnë për zgjedhjet e ardhshme, prodhon edhe lidera që nuk mendojnë për zgjedhjet e ardhshme, por mendojnë për brezin e ardhshëm. Dhe në 99% të rasteve liderat i humbin zgjedhjet e ardhshme. Pse? Sepse bëjnë zgjedhje të vështira, zgjedhje që shumicës nuk i pëlqejnë, por që në rrafshin afatgjat janë jashtëzakonisht me benefit jashtëzakonisht shumë të madh për popullsinë. Ne nuk kemi lidera këtu. Kemi politikanë që mendojnë për 4 vjeçarin pasardhës, edhe për atë hambarin dhe për patronazhistët e për njërin e për tjetrën, sepse i është vënë dam ka PS-s që ka patronazhist, ka edhe PD-ja patronazhiste vet. Po vërtet. Ka çdo parti politike patronazhiste vet. Kishte edhe LSI-ja patronazhiste vet, edhe harta GIS web, domethënë specifike se ku qëndronin votuesit e tjerë. Domethënë ishte bërë dhe vazhdon edhe bëhet një investim shumë i madh për mbikëqyrjen e votuesve. Nuk mendohet për të ardhmen, mendohet për pas 4 viteve ku do jemi. Domethënë kur shikon sistemet e këtyre mendojnë që Orwelli është fiction. Mendoj që Orwelli domethënë kapi hapin e parë, po ne jemi kilometra larg atij hapit të parë. Jemi shumë herë më të avancuar se sa domethënë makti më i madh i Orwellit. Për të merri i fundit, kush e? Okej, lufta për fronin. Është e kot flasësh për luftë për fron. Për sa KPD-ja do jetë në këtë formë që është sot, mund të kemi Partinë Socialiste në pushtet deri në 2030, 40, 50. Po dhe në Partinë Socialiste duket sikur ka një lloj gërvishtje për fronin. Le të ketë. Unë nuk shoh të ndryshoj gjë. 2 lëvizjet e fundit që lidhen me Spiropalin dhe me teatr për masat. Edhe me Braçën. Është teatr për masat. Është thjesht her pas here, domethënë konsum. Prodho për konsum. Pra froni është, domethënë froni është konsoliduar. Froni është i ngjitur me është i përbrendsuar biologjikisht me është bërë pjesë integrale harron gjën kryesore, domethënë atë leitmotivin kryesor të PS-s që çdo arritje është kolektive, por çdo shkelje ligjit është përgjegjësi personale. Je vetëm një qeveri në botë që ty të ke 2 zëvendësministra të kërkuar nga drejtësia, ke ministra që janë në pritje të vendimeve të drejtësisë,
ke me dhjetra e dhjetra kryetar bashkie të asaj partie politike, ke me dhjetra e dhjetra, do me thënë, drejtues apo punonjës të institucioneve të ndryshme që janë të atashuar ndaj asaj partie politike, dhe ty kryetarit të asaj partie politike nuk i bën syri tërë duke thënë që ai e ka shkelur ligjin, kështu që ai e mban përgjegjësinë. Nuk ka asnjë lloj përgjegjësie politike në këtë mes. Kur ty jashtë shtetit, ministra apo kryeministra të hiqen, të japin dorëheqjen, se këtu nuk ekziston domethënë ai koncepti dorëheqjes ende. Pse? Sepse u nxorën 2 foto nga një parti që ata e kishin tepruar, totalisht në jetë personale. Jo duke abuzuar me fondet publike apo me pushtetin e një tjetër. Jemi një shoqëri mesjetare në mentalitet, që lavdia është e jona, por përgjegjësia është e një personit vetëm. Edhe pastaj del një kokë turku që hikën, ha 2-3 vjet burg edhe. Kjo është e bukur. Kryeministri ka adresuar këtë me kumllat që janë të zgjedhurit e tij mbrapa krave, dhe një që duket që kishte ngrënë jo kumlla, kishte ngrënë goxha mirë kumlla, ishte kjo drejtoresha që po përmendet shpesh tani, që kryeministri e shkreta që jetonte me qira. E dinte me qira. Mirë, po kryeministri tani, ore po mendohesha një ditë dhe po bëjmë bisedë sinqerte dhe po thoja, ore ta ke ditë ky vërtet apo nuk e ka ditë? Dhe nëse e ka ditë, nuk më bën sens edhe të ketë marrë pjesë në një sipërmarrje kaq masive për të deformuar një realitet që ai e ka pasditur që është i tillë. Nga ana tjetër, ajo vërtet me qira jetonte dhe mund të jetë përgjigjur sinqerisht kryeministri që thonë unë jetoj me qira. Jo, ashtu e ka deklaruar deklarimin e pasurisë, është se mirë, po nuk i mbaronin pasaj vila, prona. Dje pata kënaqësinë, domethënë me një grup miq shikonim intervistat e Reza Palavit, ish perandorit të Persisë, i Iranit, përpara se ai të hidhej poshtë nga revolucioni islamik iranian në 79-ën. Dhe ishte po e njëjta situatë. Ishin gazetarët e 60 Minutes, programit amerikan, që thonë, ore, kemi informacion pafund, shumë raste, në të cilat flitet për korrupsion masiv në qeverinë tuaj, por të lidhur edhe ngusht me persona të familjes tuaj, motrën tuaj specifikisht, ku biznesmen edhe amerikan thonë që këtu s'lëviz asnjë pa u dhënë haraçi tek filani apo fiseku. Ishte po një qëndrim si kryeministri tonë edhe i perandorit, do me mbretit të mbretërve që e quante vetë ai. Këtu korrupsion në asnjë mënyrë, unë s'digjo. Të vinë të më thonë mua se merrem unë me atë. Është thjesht është një absurditet, është një megalomani dhe një, le të themi, po që duhet një kryeministri ta di ku banon një nën punëse e vetë që në hierarkinë e shtetit është një hierarkinë e shtetit, po vjen puna kur vjen te fondet e shtetit, është një nga institucionet. Po kryeministri ka ka agjensitë e vet, dhe kjo është një nga agjensitë, po ka ministrat, ka çështja. Domethënë të njëjtën gjë thoshte edhe Palavi, të më vinë të më thonë mua se merrem unë me këtë punë. Ndërkohë që ke institucione pafund që supozohet ta bëjnë. Ja ka thënë këti, ja ka thënë drejtësia, këti po ja kërkon drejtësia këto. Po nuk e lëshon për drejtësinë. Shumë e vështirë. Ne tham sukseset e SPAK-ut, dhe vjen puna politika kur i intereson SPAK-u, e lavdon SPAK-un. Kur fillon SPAK-u, pastaj afrohet, fillojnë, domethënë, makinacionet më të shëmtuara për t'i prishur punë SPAK-u. Duke filluar që nga komisione parlamentare për rishikimin e situatës, mekanizmave antikorrupsione etj, duke e mallkuar SPAK-un, duke e shtyr median që e kanë poshtë vetes që t'i bjeri SPAK-ut apo prokurorëve specifik për të mbrojtur X apo Y figurë. Domethënë, SPAK-u ka një presion jashtëzakonisht shumë të madh. Dhe deri diku ja qaj hallin sepse janë pak veta. Shqyr që ekziston mbështetja ndërkombëtare, se pa mbështetje ndërkombëtare nuk besoj se do mbijetonte. Siç kanë vuajtur edhe prokuroritë e rrethave apo prokuroria qendrore, që në vazhdimsi janë përthyer nga presioni i politikës. E fundit një koment, se po e bëja kështu edhe reflektime vetë tani. Unë nuk arrit të kuptoj një gjë. Nëse ti je rreth 45-50 vjeç, pra ke një 38 më bursën plakë para kohë. Jo ti. Po them ti në rastin e kësaj zonjës që je në administrat, pa je një zyrtar administrate. Po nuk e kisha, po me atë rast e kuptuam dhe sa je. Edhe unë për pak i kam 40, nuk i kam akoma, jam tek të rinjt. Dhe
ti ke 20 vjet që punon në administratë shtetërore, fjala vjen. E kuptojnë që dhe pjesa e mbetur e jetës tënde do jetë në administratë shtetërore, sepse kur ti ndërton një karrierë 20 vjeçare është shumë e vështirë që të bësh një zhvendosje. Nga ana tjetër, merr në zemër të qytetit një 200 metër katror. Merr një vilë në Bregdet, pastaj qepesh edhe një Bregdeti tjetër. Pastaj merr dhe Ullishte. Pastaj do të kesh edhe një kompani, pastaj do të unë nuk e kuptoj këtë manin për të pasur kaq shumë që nuk e gjen as tek bizneset. Unë kam miq të mi që kanë biznese, që kanë ndërtuar le të themi ashtu si e perceptojnë perandori, dhe në thelb asetet e tyre nuk është se i kanë kaq të larta për të shijuar. Pra mund të kenë kompani, mund të kenë korporata, bëjnë një jetë të rehatshme. Që në fund të ditës mund t'ju siguroj një apartament shumë të mirë, një vilë shumë të mirë këtu dhe po këtë lloj, këtë lloj aseti në vetvete si aset nuk ja gjen as biznesmenëve, unë nuk e kuptoj këta zyrtarët për drejtor policie me 12 apartamente, më kupton ka një gjë, domethënë ti kur e nxjerr atë lekun e bukës së gojës apo edhe lekun për te bukës së gojës, e nxjerr me djersën tënde, kursesh në shpenzime. Kurse grykësia ekstreme e lekut të ardhur let edhe shpenzohet let. E grykësia sjell grykësi akoma më të madhe. Dhe prandaj përfundon me punonjës administrate me vlera pasurore masive të tilla, jo vetëm pa justifikueshme, sa ajo është pjesa ligjore. Po lajmë se ajo është po çaj do, nuk e kuptoj. Pa logjikshme. Aty t'jen, e kanë tjerë pse mos kem dhe unë. Është krijuar trend, domethënë se është jetuar deri më sot me atë idenë që ne jemi të paprekshëm, bëjmë çat na doj qefi. Dhe kur vjen një moment që fillon ajo prekshmëria nga institucionet e drejtësisë, ngjet. Aty tjetër pse të ketë ai më shumë se mua. Se nuk është se është biznes që ka luftuar gjithkohës për të arritur diçka. Se aty biznesmenit po që i ka dalë djersa e ballit, është lodhur, është sakatuar për të arritur një jo vetëm nivel jetese, por edhe nivel shpenzimesh më të lartë se çfarë shikon për një biznesmen të tillë. Atje i lumt. Le të blej çfarë ti doj zemra. Por nuk e blen, nuk e ka të lehtë ai, sepse mendon varet se çfarë lloj aseti është. Është aset që fiton vlerë apo është aset që ka risk të humbi vlerë. I ka dy parë mend. Po, vënë. E mendon domethënë nga aspekti i biznesit kurse kur i lekët qylesh, sa që lehtë i shpenzosh. Rode nuk lidhet as me stilin e jetës, mëse për shembull kur kemi bërë këto protesta për onkologjikun. Dhe shikonim, na tregonin njerëzit se sa merrin. Domethënë kishte mjek që arrinin të ardhur anë 20.000, 30.000 në muaj. Ore çka kuptimi ka, domethënë ti je mjek, edhe këta punojnë nga 18 orë më. Dhe janë gjithë jetën të veshur me bluzë të bardhë. Ti do marrësh pjesë në konferencë. Ky është stili jot i jetës. Domethënë unë nuk arrit ta kuptoj. Tash vetëm ti je Lil Wayne, nuk e di të vendosësh dhëm Floriri apo të vishesh me atlete Floriri. Mbetet e filozofia personale. Shumë persona, domethënë, nga ajo mungesa ekstreme e aseteve shkojnë në të kundërtën ekstreme. Do blejnë, do shpenzojnë sa më shumë. Ke njerëz tjerë pastaj që shijojnë jetën me aq sa kanë të varet se si e koncepton jetesën e mirë. Më kupton? Ka nevojë për një edukim financiar të... Jo, nga ana tjetër domethënë unë them shpenzoni sa më shumë, bleni sa më shumë, ngeli në borxhe që pastaj të kemi mundësi ne të blejmë me kosto më të ulët. Ti thon asaj se është bërë pa mundur të blesh asnjë në Tiranë. Ti sekuestroj shtetin dhe ti shpërndaj për varet nga filozofia personale. Dhe kjo lidhet shumë me mungesën e theksuar, domethënë të gjërave, jo vetëm fëmijëri, por edhe në le të themi kur kanë qenë të rritur. Në moment që pastaj bie në ca lek, bëhet deti kosit, asaj edhe ka për ble. Roden, unë të falenderoj shumë për këtë bashkë bisedim, ishte vërtet kënaqësi ta ndanim bashkë të komunikim, edhe shpresoj që edhe të mos të kem lodhur, po edhe ti të kesh shijuar. Kështu muhabet gjithë ditën. Jemi gazetar fundi. Ishte një kënaqësi edhe për mua dhe domethënë janë tema që duhen prekur, janë tema që duhet folur edhe pa dorashka deri diku, dhe janë tema që media tradicionale nuk i mbulon fatkeqësisht. E vërtet. Edhe kjo koha televizive ndonjëherë është bërë kështu, për shembull unë e kisha shumë të vështirë
mbas 5 vitesh që komunikonim raportet e qendresës edhe kryesisht në hapësirat kompresuara, ishim mësuar këtu që ta zhëndronim në shkollë, si ta kthenim një studim në 7 minuta ekstra, sa aq kohë kishte media. Gjetja kryesore konkluzion. Dhe kur filluam pastaj të fitonim pak më shumë hapësirë ose të kalonim këto format e podcastit që mund të nuk dinim të flisnim gjatë. Domethënë, mirë, ky është një problem më vete që ti Unë kam zgjidhur si problem, s'dal askund. Bile kjo është nga të paktat raste që unë jam në publik, kështu që nuk po e mbajmë më shumë, kemi kaluar më shumë, 1 orë 7 minuta. Okej. 5 minuta, kështu që miq, do të takojmë sërish në komunikimin e radhës këtu në hapësirat e qendresës me të ftuarin e radhës, kështu që unë ju uroj një javë të këndshme dhe fundjavë të këndshme. Mirupafshim.